Përshëndetje të nderuar miq, kemi vendosur që videon e 5 shenjave më me fat ta zëvendësojmë me horoskopin kinez. Me dëshirën për të mos bërë pesimiste asnjëherë nga shenjat, në fund të fundit çdo ditë e re është një jetë e re, është një fillim i ri dhe kush jemi ne që të vendosim se ku fati dëshiron të trokas. Prandaj, le të mësojmë se çfarë na sjell horoskopi kinez për sot. E martë 28 korik. Kjo është një ditë që favorizon qetësinë, përgjegjësinë dhe vendimet e menduara mirë. Energjia e ditës shpërblen durimin, bashkëpunimin dhe organizimin. Le të shohim mesazhin për të gjitha shenjat e horoskopit kinez. Miu. Atëherë, duke filluar nga viti 1924, çdo 12 vjet, secila shenjë pra ka përcaktohet. Pra miu është çdo 12 vjet. Çdo 12, siç janë 12 shenjat, pra përsëritet dhe vazhdon te miu. Viti 1924, 1936, 48, 60, 72, 84, 1996, 2008, 2020. Sot do të keni mundësi të rregulloni një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në punë tregohuni të kujdesshëm me detajet, sepse një gabim i vogël mund të shmanget lehtësisht. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të sjellë më shumë qetësi, financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme. Bualli, siç e tham, çdo 12 vjet, viti 1925, pastaj vazhdon 37, 1949, 61, 73, 85, 1997, 2009, 2021. Kjo është një ditë pozitive për ju. Në punë mund të merrni një vlerësim ose një lajm të mirë. Durimi juaj do të shpërblehet. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të forta fal besimit dhe mirëkuptimit. Është gjithashtu një moment i mirë për të menduar për planet afatgjata. Tigri, kësaj shenje i përkasin të lindurit në vitet 1926, 38, 50, 62, 1974, 1986, 98, 2010, 2022. Energjia juaj është e lartë, por mos veproni me nxitim. Në punë dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve sepse mund të mësoni diçka të vlefshme. Në dashuri tregoni më shumë durim. Beqarët kanë mundësi për një njohje interesante që mund të zhvillohet ngadalë. Lepuri të kësaj shenje janë të lindurit në vitin 1927, 1939, 51, 63, 75, 87, 1999, 2011, 2023. Sot ndiheni më të qetë dhe më të sigurt, në punë bashkëpunimet do të japin rezultate të mira. Në familje dhe në dashuri mbizotëron harmonia, nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zgjojë interes. Besojeni intuitës suaj dhe mos kini frikë të bëni hapin e parë. Dragoi, të lindurit në vitet 1928, 1940, 52, 64, 76, 1988, 2000, 2012, 2024 i përkasin shenjës së dragoit. Kjo ditë ju jep mundësinë të tregoni aftësitë tuaja. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re ose të fitoni besimin e dikujt të rëndësishëm. Në dashuri, shmangni krenarin dhe dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të njohin një person që zgjon menjëherë interesin e tyre. Gjarpri, vitet 1929, 1941, 1953, 65, 77, 1989, 2001, 2013, 2025 i përkasin shenjës së gjarprit. Sot intuita juaj është shumë e fortë. Besojeni ndjenjës së parë kur duhet të merrni një vendim. Në punë mund të zgjidhni një problem që dukej i vështirë. Në dashuri, dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Financat mbeten të qëndrueshme. Kali, të lindurit në vitet 1930, 1942, 54, 66, 78, 1990, 2002, 2014, 2026, i përkasin shenjës së kalit. Energjia juaj është e lartë dhe sot mund të arrini shumë nëse përqendroheni tek një objektiv, jo lëmsh siç jam bërë unë. Në punë mos shpërndani energjinë në shumë drejtime. Në dashuri, një surprizë e bukur mund t'ju ndryshojë humorin. Dita favorizon edhe njohjet e reja.
Dhia, të lindurit në vitet 1931, 43, 55, 67, 79, 1991, 2003, 2015, 2027, i përkasin shenjës të dhis. Kjo është një ditë e qetë dhe pozitive, në punë bashkëpunimet ecin mirë dhe mund të merrni mbështetjen që prisnit. Në dashurim bizotëron mirë kuptimi, mos u shqetësoni për gjëra të vogla. Durimi do t'ju shpërblej. Majmuni, të lindurit në vitet 1932, 44, 56, 68, 80, 1992, 2004, 2016 dhe 2028 të skarda, koma i përkasin shenjës së majmunit. Sot do të keni ide të mira dhe do ta keni të lehtë të bindni të tjerët. Në punë mund të linë një mundësi interesante, në dashuri, humori dhe sinqeriteti do t'ju afrojnë më shumë me partnerin. Beqarët mund të bëjnë një njohje të bukur. Gjeli, të lindurit në vitet 1933, 45, 57, 69, 81, 93, 2005, 2017, 2029, edhe kjo nuk ardha koma, i përkasin shenjës së gjelit. Dita kërkon organizim dhe qetësi, nëse planifikoni mirë do të arrini më shumë nga sa mendoni, në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në dashuri është koha të lini pas keq kuptimet dhe të shihni përpara. Qeni, vitet apo të lindurit në vitin 1934, 46, 58, 70, 1982, 1994, 2006, 2018, etc., i përkasin shenjës së qenit. Besnikëria dhe ndershmëria juaj do të vlerësohen. Në punë një bashkëpunim mund të sjellë rezultate të mira. Në dashuri dita favorizon stabilitetin dhe besimin. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, por nuk priten probleme. Dhe derri, të lindurit në vitet 1935, 47, 59, 71, 83, 1995, 2007, 2019 e të tjera, i përkasin shenjës së derit. Për ju kjo është një ditë e favorshme për të mbyllur çështje të mbetura pezull. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose një mundësi të re. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe mirëkuptimi, besoni tek vetja dhe mos kini frikë të bëni hapin e radhës. Kjo ishte panorama e horoskopit kines për të martën 28 korrik 2026. Energjia e ditës favorizon durimin, përgjegjësinë dhe vendimet e menduara mirë. Ju uroj një ditë të mbar, plot qetësi, fat dhe suksese.